Miratimi i ndryshimeve në ligjin për transplantimin e organeve po hap një kapitull të ri. Me ligjin e ri, vendimi për dhurimin e organeve pas vdekjes nuk do t'u lihet më të afërmve, por çdo individ do të marrë këtë vendim vetë gjatë jetës, nëpërmjet mjekut të tij am. Vendim që sipas ministrit mund të ndryshohet në çdo kohë. Gjatë vizitës te mjeku am, çdo qytetar madhor do të mund të deklarohet qartë nëse pajtohet apo nuk pajtohet që pas vdekjes të tij të jetë dhurues i organeve dhe indeve për qëllime mjekimi. Pare se ta jep deklaratën, mjeku zgjedhor, mjeku am, do të ketë detyrim ta informojë qytetarin për rëndësinë e vendimit, pasojat juridike të tij dhe të drejtat që ai të ndryshojë atë në çdo kohë. Deklarata do të nënshkruhet personalisht, do të vërtetohet nga mjeku i zgjedhur dhe do të arkivohet në sistem. Profesor Dr. Biljana Kuzmanovska kujton se janë duke punuar që sistemi të përshtatet të rregullave botërore të shëndetësisë sa i takon dhurimit të organeve. Сега градиме темел на нешто што ќе биде за иднината, за целиот народ, за сите пациенти. Сега се 200 на листа, утре ќе бидат 300. Може јас ќе влезам на таа листа, може вие, може некој друг. Значи ние сега градиме темел за да понатака биде полесно и на здравствениот систем, и на пациентите, и на органодарителите, и на семејствата. Тука, значи, многу е важно, ние им олеснуваме на семејствата да не бидат во ситуација да одлучуваат во тешки моменти и поготово што во исто семејство може да има различни ставови. Gjithashtu u bë ditur se regjistri ku qytetarët do të regjistrohen si dhurues të mundshëm të organeve do të jetë i sigurt, me qasje të kufizuara vetëm për mjekët e transplantimit dhe personelin e autorizuar me kod hyrje në sistem.